Në pedonalen e Shkodrës mes lëvizjes së qytetarëve dhe turistëve, Kristina Ndoci prezanton çdo vit punimet e saj të realizuara me dorë. Ajo krijon artikuj të ndryshëm artizanal, punë të cilën e bën me dëshirë dhe pasion prej vitësh. Kristina tregon se periudha e verës është ajo kur ka më shumë shitje, pasi rritet numri i turistëve dhe emigrantëve që vizitojnë qytetin. E dalim sot ditë dhe të shtunën që e kena përgjellë si ditë. Dita djele faktikisht është bosh. Me tonë të s'ka heq, të shkojnë malan det punë të tyne. Mirë bolë, bërë që veç i grimë punë e ka pas, po shumë zetë. A shumë zetë që bëmë majtë shtu në mëzat. Më nej përgjedhën gushtin, i shala bëmë kanë mirë, me mujtë me adalë, kështë në pas qef me dalë të anë kohën. Një mules tavolinë, që më thonë, një mules tavolinë që kushton 40.000 lek pasona me peceta, java duhet me mëllë, sa është me enë, me mlu, me ba, me përshku, me qep, me rregullu, atëherë është i shtatë të proces që delito. Emigrantët shqiptarë janë ata të cilët blejnë më shumë, pasi shpesh i zgjedhin edhe si dhurata për të afërmit e tyre. Thonë drejtën veç emigrantët që blejnë, adin nuk është se blejnë për shkakun se e dinë se atra ditë asi me mallë blejnë e mojnë atje për shtëpitë vetë për me i dhënë dhurata, gjithë që dhe me thonë bojnë. Artizania shprehet se kushtet ku zhvillon aktivitetin e saj nuk janë gjithmonë të përshtatshme dhe kërkojnë më shumë mbështetje nga institucionet për artizanët vendas në mënyrë që kjo traditë të ruhet dhe të zhvillohet më tej. Por që me thonë, në të kënaqën të kushtet s'kena, se ku janë kushtet, të shqit në rrugë male, me i qadër që e si lera, ne e këtej mësë minaj gadi e banë copi ka ba. Si është, por që kanë me bate, që ta janë kushtet i to, dalim s'kana që me ba. Duqen e kështu si në të zëtë me marë, se si vlenë, nga artizan të se dash, për i shtetit gjithë mund kam thonë që me pështeti fije mirë ishte kanë. A kuptan, di që një landë para, një pazar me e bon që ja fullë me qindra mija vite, pa më të në ikë me tësh, nuk është se pasi, pa i mërë kush ma. Pavarësisht vështirësive, Kristina vion të punoj me përkushtim duke sjellë në qytet punime unike që pasqyrojnë mjeshtërinë, traditën dhe shpirtin krijues të artizanëve shkodran.